Ndryshe në Top Albania Radio. Ja të kemi sërish bashkë, është momenti për të falenderuar Flor Farmën, unë i them shtëpia farmaceutike më serioze në treg, e cila i shërben më së miri shëndetit ton. Damadol është një nga produktet farmaceutike që vjen e këshilluar nga Flor Farma, është i pari stick pack i pishëm, por pa nevojën për të patur një gotë ujë për ta shoqëruar. Damadol 200 për fëmijë, ka dhe 400 për ne, po me 600 pastaj shkojmë dhe kemi nevojë për recetën e mjekut. Gjithashtu edhe vitaminat Stand Up, të cilat vijnë të sugjeruara nga Flor Farma, janë për të pirë dhe për të përdorur këtë sezon që po i afrohemi të ftohtit, griprave edhe ndonjë problemi me shëndetin që mos paçi ju uroj. Faleminderit Flor Farma. Mirë. Ndërkohë ne do vazhdojmë me Ema Andrean, për gjithë ju që sa keni hyrë në valën tonë të radios. Deri në fund. Ne kemi një kështu, kemi një, nuk e di, po kam unë një kështu po them një kundrim që më lë pa fjalë ku flet Ema. Pse mikën kjo gjë. Ti mendon ti, siç është opinioni i përgjithshëm, që femrat janë më pak të korruptueshme se sa meshkujt? Për çfarë? Se kështu thonë që femrat duhen vënë pozicione drejtuese që nuk marrin lek atje, apo marrin më pak se meshkujt. Po ose marrin më pak, nuk e di. Çfarë mendimi ke për këtë? Nuk mendoj, kjo është çështje karakteri. Nuk mendoj se ka çështje gjinie. Po Ema, mendon ti që vetëm me forcën e artit mund të bëhen ndryshime politike? Vetëm me forcën e artit tani më jo, dikur po. Dikur artistët ishin një zë në kapitull që t'i rikthejmë dhe pse unë protestoja dikur, se besoja në këtë që zëri artistëve mund të ndryshoj. Tani jo, se dhe vetë arti, po flas për artin e impenjuar, jo artin si argëtim, kur flitet, si vetëm përdoret vetëm si argëtim, tani më jo, se është zbehur dhe forca e vetë artit. Por po, mund të ndryshoj diçka, po jo vetëm forca e artit, mund të ndryshoj, kjo është e sigurt. Deri ku shkon liria e Ema Andres? Jam e lirë. Sa e lirë je ti? Jam e lirë, e vështirë, është një këngë, kam dëshirë, ti. Liria ime shkon deri në vetmin tim. Aty ku nuk i prek të tjerë. E bukur. Ema, ke menduar ndonjëherë largohesh nga Shqipëria? Po. Nuk e të ndyr, po. Unë në përgjithësi largohem nga Shqipëria, nuk jetoj këtu në kokën time. Dhe kjo më shpëton. Ku jeton? Pa gjeografi. Pa gjeografi. Jetoj në vende ku unë dua të shkoj. Kjo nuk është alucinacion, jo. Jo. Po më quaj alucinacion, bëhet titull. Jo, është një formë që unë kam gjetur për të mos të, se me që jam tepër empatike dhe ndjeshme, përpiqem të shpëtoj veten. Diku duke mbyll ca qepena, e të mos merrem më, e diku duke jetuar, duke u projektuar në mendjen time diku tjetër, qoftë edhe kur ecim. Shoqja jote, kolegja jote më tha, gjithashtu që të pëlqen të udhtosh vetëm, Ema është nga ato tipa që merr makinën, shkon, blet ndet dhe kthehet prapë dhe ka shfaqje ndalë për shembull. Ashtu ose thjesht pin cigare pa përdetit, po. Unë udhtoj vetëm, bëj pushime vetëm, dua të them, mundem të bëj këto gjëra vetëm. Nëse askush nuk mundet, nuk cënoj, nuk vë njerëzit në pozitë që në emër të miqësisë apo të familjes apo të dashurisë që kemi për njëri tjetrin të përshtatesh me unë jam me improvizimin tim, unë jam shumë e papritur në atë që dëshiroj. Po Sara të bashkohet erë Sara, po? Sara bashkohet, por natyrisht ne nuk e vëmë njëra tjetrën në pozitë. Kjo është ta respektosh edhe lirinë e vendimin e tjetrit, se nuk do doja kur që dikush të vinte për hatër në asnjë vend. Edhe pse jam shoqë shumë e mirë rrugë. Po, dhe sidomos kur kam nevojë të flas me trafikun e mendimeve të mia, unë zgjedh të iki vetë. Mirë. Trafik i madh, po zgjedh të iki vetë. Por nëse kjo është një ndjesi, fizikisht do doje që të jetë mos jetoj në Shqipëri? Dikur kam dashur shumë, mos jetoja në Shqipëri. Tani kam lidhjet mes me mosh, duhet gjithmonë të kthehem në shtëpi, por meqense e kam jetën plotës time dhe për fatin tim, në një nivel pak më të vogël se sa kur je i ri, unë kam realizuar ëndrat e mia. Që do të kam projekte ndërkombëtare, edhe pse këtu ne nuk jemi në një sistem të barabartë komunikimi dhe të lehtësueshëm komunikimi, të paktën për aktorët, se për piktorët mbase është e lehtë me hap ekspozita jashtë, po për ne aktorët nuk është e lehtë, sepse nuk jetojmë në të njëjtin sistem as fiskal, as ligjesh, as marrëveshjesh, as është pak më e vështirë.
Unë në të voglën time ja kam dalë të punoj dhe ndërkombëtarisht, modestisht. Kështu që e kam realizuar në një formë. Si ka ndryshuar teatri shqiptar që nga fillimet e tua edhe deri sot? Unë personalisht unë kam njohur tek një djalë dhe një vajzë. Edhe aty u dashurova. Jam kush u dashuruar? Kush është dashuruar me atë vajzë më të racës atje? Si zerdhi njëri të më shpëton të më. Ma vjen mirë që ai nëse më ka shtyr fati gjithmonë të jem në për evente që kanë bërë ndryshim. Edhe ky është një nga ato filma që ishte në prag të ndryshimit. 91-shim duket. Ka dalë 90-ën, 89-ën. Ose 89 rrezik. Po, edhe ishte ka pas risitë e veta, si qasje, si mënyrë të komunikuari me publikun e kinemas. Edhe në teatrin e kam filluar me Natë me hënë me Ismail Kadares, që dhe ajo ishte një me regjitet Edmond Budinës, dhe ajo ishte një, le të themi, shfaqja e parë moderne nga demokracia më fal, nga diktatura në demokraci. Le ta quajmë demokraci. Le ta quajmë demokraci. Mund flasim dhe për këtë, po le ta quajmë. Po mund të. Mua veti gjatë. Kështu që teatri ka pas ulje ngritjet e veta, tundimet e veta, për me u rrit shpejt, për me u dorëzu, për me u zhvillu. Tani besoj se është në një, ashtu si gjithë qytetaria shqiptare, për me ikë, për me ardhë, i friksuar ka qenë shpesh, për mos me dal nga kufint e asaj që dinte, mos eksploronte zona të reja. Tani besoj ka krijuar dhe uroj të ketë krijuar një ekuilibër në tërsinë e vet. Është më kërkues publiku sot apo është më indiferent? Unë besoj se publiku është në të shumtën e rasteve më i zhvilluar se sa ndonjëherë dhe shpeshherë shfaqet, ose aty ku duhet kishte mbrit teatri. Shpeshherë është ka vetëm efekt, abuzime, më zhduk ndonjëherë dhe anti-feminist, por këto janë fenomene që ndodhin. Për mua teatri tani, po flas në tërsinë e vet, se teatri nuk është vetëm një institucion, ka mbërritur një lloj ekuilibri dhe unë shpresoj që prej këtij momenti të zhvillohet alternativa tek e cila unë kam investuar shumë dhe të rinjt ta marrin në dorë tani më teatrin, që qasin me publikun, qasin alternative, qasin eksperimentale, e cila ka ekzistuar. Më vjen një pyetje shumë e sinqertë dhe dashamirëse, pse nuk e merrni ju në dorë si drejtuese teatrin? Se nuk je ti drejtoresha e teatrit kombëtar? Të thash, unë dua të them jo. Duat të është propozuar dhe ke thënë jo? Dua të kem lirin. Jo, nuk më është propozuar, jo. Nuk më është propozuar, unë kam konkuruar 2 herë, një herë për teatrin eksperimental. Del gjithmonë nami se konkuroj, po vetëm 2 herë kam konkuruar. Një herë për teatrin eksperimental dhe një herë për teatrin kombëtar, dhe nuk kam ndërmend të më ta bëj. Nga ky konkurim ka qenë zgjedhjet pa drejta apo Jo. Apo thjesht ata që kanë vlerësuar, nuk kanë vlerësuar? Jo, nuk ka ardhur keq për ata që kanë vlerësuar. Jo, atë që gjë ti, jo për ata që kanë vlerësuar. Nuk kanë besuar te unë nuk kam asnjë lobing mbështetës, nuk kanë besuar te unë. E mirë kanë bërë se unë kur them jo më flakën. Kur jam e bindur për që duhet funksionoj kështu, nuk të pyes pak sepse ti dhe mi të gjitha kanë pas lirin pastaj të udhtoje të punoj, se kur jeni futur në një drejtues. Është një angazhim më i madh. Unë do të sinqerisht do të rria 24 orë, se e njoh veten kur marr një impenjim. Për ne do ishte shumë mirë. Për ne si publik të shinim. Me gjë jo vetëm regjizore, jo vetëm regjizore, vetëm aktore, po dhe pedagoge. Tani kam një pyetje për Akademinë e Arteve ose Universitetin e Arteve të Bukura. Paktën kjo pjesa aktrimit, aktor regjizor, është duke jo u shpërbër, po është një mungesë interesi ndaj nga të rinjt për të marrë me art. A është niveli më i ulët i studentëve që vinë sot në Universitetin e Arteve? Jo, ka qenë një periudhë dhe të mos harrojmë që interesi i fëmijë, zgjedhja një të riu për të vazhduar një shkollë ka të bëjë shumë dhe me perspektivën që shohim prindrit. Por dëshira për me bë teatr, unë punoj, livroj në shkollat mesme, universitete, të gjithë dëshirojnë teatrin, se me sa duket dëshira
e performimit për të shprehur është tek çdo njeri. Performuesi është i lindur tek çdo njeri pavarësisht si e zhvillon jetën dhe ku i ka prioritetet e tjera. Sepse besoj se ka qenë një moment epimi, sepse tregu i punës, se prindi nuk lejon natyrisht. Nuk ka qenë. Pra gjërat janë zinxhir, nuk janë dot të varura. Nuk janë thjesht nuk mund të jenë të izoluara. Hyrja në shkollë dhe perspektiva e punësimit, e vazhdimit karrierës, e mbajtjes ekonomisë familjes, etj. Se një prind i mendon gjitha këto, nuk ka qenë kaq e lehtë dhe kjo nuk besoj se vetëm tek aktrimi, dhe të shkollat e artit. Besoj se në përgjithësi shumë profesione, përveç atyre që u shpallën që mund të sigurojnë ekonominë e të ardhmes, shumë profesione, shumë universitete, dekt universitete, mësuesia një nga ata, kanë patur rënjet e tyre. Sepse, me sa duket erdhi kjo koha kur vlerat monetare bëhen më të rëndësishme se sa vlerat shoqërore, kulturore, të njeriu të shoqërisë. Domethënë tash nuk është ai momenti, aty ka qenë. Jo, është përmirësuar. Të interesuar kanë qenë gjithmonë. Nga regjia apo aktrimi ka më interes? Kot, po pyes, si me kuriozitet është. Nuk di ta. Nuk di ta thuash. Unë nga që jap më shumë tek aktrimi, nuk di. Kë do më shumë të bësh vetë, regjia apo aktrim? Edhe regjinë ka qarë ema. Faleminderit. Regjinë e bëj rrallë. Më pëlqen shumë, po kur ndizen dritat e skenës dhe unë jam aty, momenti i lirisë time dhe është kur jam aktore. Më ka thënë dikur një mik dhe regjizori i Portokallis që ka qenë, po edhe unë kam bërë shkollën me të, kështu që masterin, Altin Basha, që tha, në regjizor tha, kemi një lloj xhelozie për aktorët. Dhe xhelozia është vetëm në fund kur ju dilni dhe merrni gjithë. Po sepse në teatr mbas premierës shfaqja është e aktorit, nuk është me regjizorit. Por natyrisht që roli i regjizorit deri kur më mbrit aty është shumë i rëndësishëm, sidomos i regjizorëve, drejtuesve të një projekti, të cilët nuk e fillojnë dhe e mbarojnë projektin me përemrin vetor unë, por e fillojnë me unë ndoshta dhe e mbarojnë me ne. E ky pastaj është një problem që unë e has shpesh edhe. E disa i natë vjen ndonjëherë se. Por jo, unë s'jam xheloze sepse unë kam nis nga aktrimi. Kështu që nuk jam xheloze. Madje e adhuroj faktin që unë kam ndikuar tek aktrimi i aktorit që e kam bërë, aktorit që e kam përballë. Jo, me sa duket e kaloj përmes aktrimit. Nuk jam xheloze. Për shembull, kur kemi një këngëtar në studio që ka rikthyer një këngë të 20 viteve më parë, 15 viteve më parë, në fillimet e Top Festit, i ka bërë një remake, një remix, vin të vjetrat nostalgjike dikur sot. Pse nuk vjen një djalë dhe një vajzë në kinema, apo ku diun ca kryevepra të kinematografisë që mund t'i shoh, shkoj një ditë në kinema të shoh me djalin. Po në kinema s'po rrin dot as veprat e reja. Kështu që ne nuk e kemi. Po se kemi sistemin, nuk e kemi sistemin, publiku nuk është mësuar. Se nuk ka për aktorët, për këto të ketë një remake, një risjellje. Po na uron të. Pse? Në digital bashkëtoja që i transmetojnë. Ja, shfaqen, shkojnë në shtëpitë e publikut. Mos duhet ta mbyllim tash, ta mbyll për herë të parë. Ne do ta. Ma futa. Se mbaroi ora parë, mos fol me. Do ta takojmë vetëm pas pak. Pastaj kemi Andrea. Çfarë pyetje është pa nivel? Kemi pyetje pa nivel për ty. Ai ka bërë ato pyetje pa nivel. Pyetje pa nivel. Më pëlqen shumë. E pra zhvishemi tani nga serioziteti. Do ja bësh emës në rubrikën me sekos? Patjetër. Ke dëgjuar për këtë? Po se e kam parë në Instagram. E kam parë me Erionën. Kam mësuar, jo, se nuk e mbaj mend, po kam mësuar Barsaleta nga ajo. Nuk e mbaj mend, kam një gjë që si mbaj mend, po më zhduk kështu gjetje simpatike. Shiko fakt, me gruan tënde ka parë video. Po se po pash Erionën, unë e bëj stop Instagramin, dua ta shoh çfarë bën ajo. Okej. Pas pak me Andrea. Mirë, mos u largoni.